Fushata elektorale në Maqedoni ka filluar acaruar që në ditët e para të saj. Ne po lidhemi tani drejt për drejt në telefon nga Tetova me kryetarin e Partisë Bashkimit Demokratik për Integrimin në Maqedoni, Ali Ahmeti. Zoti Ahmeti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Ahmeti, a vazhdoni të përmbaheni ende akuzave të ngritura dje dhe sot se përpjekja për atentat ndaj jush ishte organizuar nga Partia Demokratike Shqiptare dhe ku i bazoni ju këto akuza? Ne tani presim që organet e drejtësisë ta thonë fjalën e vet. Ne të gjitha argumentet i kemi pasqyruar, kemi komunikuar edhe me organet e drejtësisë, edhe të hetuesisë, gjithashtu të gjitha të dhënat u kemi dhënë përfaqësuesve të huaj në Maqedoni, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Organizata për Sigurim me Bashkëpunim Evropian, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik në vend. Dihet që këto argumente duhet të shqyrtohen, që janë paraqitur nga pala jonë, dhe organet e drejtësisë duhet të gjykojnë dhe të vlerësojnë drejt mbi situatën. Është bërë ekspertiza edhe në vend, të gjithë gjërat tani më janë të dukshme dhe unë pres një hetim të drejt pa u imponu nga partitë politike. Për fat të keq në Maqedoni shumë institucione janë të partizume, të manipuluara nga udhëheqës partijak, por megjithatë shpresoj edhe tek presioni ndërkombëtar që ushtrohet dhe nga vendet që duan që Maqedonia të ecë përpara, do të ketë një qasje dhe ndriçim të rastit. Pra ju prisni një përgjigje nga organet e specializuara të drejtësisë? Sigurisht ne presim një përgjigje nga organet e specializuara të drejtësisë. Në reagimin e saj, Partia Demokratike Shqiptare e dënoi sulmin ndaj jush, madje edhe sulmet e tjera të mëparshme ndaj disa shtabeve parazgjedhore në Kondov, Likov apo Saraj, duke thënë se partia juaj BDI kërkon të hiqet si një viktim para elektoratit shqiptar, por edhe para ndërkombëtarëve. Komenti juaj ndaj këtyre akuzave? Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të paraqitet viktim, sepse nuk ndërtohet për njerëzve që kanë qenë viktima në gjithë këto kohra, por janë njerëz me dignitet dhe shumë krenar. Po argumentet në teren tregojnë krejtësisht vërtetën se shtabet e Bashkimit Demokratik për Integrim janë të sulmuara me armë zjarri që nga Tearsa deri në Vrapçisht Gostivarit, dhe kjo e vërtet nuk fshihet dot. I gjithë qyteti i Tetovës është mbuluar me flamur të Partisë Demokratike Shqiptare dhe asnjë flamur apo simboli i Bashkimit Demokratik për Integrim në këto vende nuk valvitet në qytet. Dhe unë nuk mund të akuzoj tani shoqatën humanitare Nën Tereza që i ka bërë këto akte vandale. As nuk mund të akuzoj shoqatat humanitare të tjera në Maqedoni, sepse ato nuk i heqin simbolet e partive, ato nuk sulmojnë shtabet e partive me armë zjarri, ato merren me humanitet dhe këto çështje sigurisht që qëndron Partia Demokratike Shqiptare me çrast unë i luz që të mos bojnë akte të tilla vandale, të mos luftojnë me akte dhune oponentin e vet politik, por të matemi me programe zgjedhore, të matemi me ide, të matemi me mençuri, të matemi me punë të mira dhe njerëzit le të jenë ato që të vlerësojnë me një qershor se kush është më i miri. Se unë nuk dua të demonstroj dhe të tregoj muskujt me popullin tim këtu. Kur tregoheshën muskujt, kur tregoheshte trimëria dhe guximi, sigurisht që ne e kemi bërë atë, por e kemi bërë në të mirë të drejtave të shqiptarëve, e kemi bërë në të mirë të njerëzve tanë. Dhe sot jemi krejtësisht në kohra tjera, sot duhet të defilojmë me mesazhe pozitive tek njerëzit. Çështja duhet të ecim përpara, ne nuk kemi nevojë të ushtrojmë dhullëve të terrorizojmë qytetarët psikikisht e moralisht,
që ato me një qershor të mos dalin në zgjedhje, por përkundrazi, dita e zgjedhjeve është ditë feste, njerëzit duhet dalin të gëzuar dhe le të përcaktohen për programin më të mirë, le të përcaktohen për njerëzit më të mirë, që ato do t'i përfaqësojnë 4 vitet e ardhshme në pushtetin apo në kuvendin e Maqedonisë. Përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare, Ambasada Amerikane, Zyra e Bashkimit Evropian, Zyra e OSBE-s në Shkup i kanë dënuar këto sulme duke bërë thirrje për zhvillimin e një fushate paqësore, pikërisht siç tha dhe ju pak më parë. Sipas jush, sa të dëmshme janë këto sulme për vizionin që mund krijohet për shqiptarët? Sigurisht që këto sulme kanë pasojat e veta. Mirë, po unë mendoj që qasja o tepër e gabueshme e zotit Thaçi, po edhe partisë të tij që përfaqëson, sepse nuk mund të akuzoj që gjithë Partinë Demokratike Shqiptare ka njerëz që distancojnë dhe i dënojnë, dhe shumica e antarëve të tyre i dënojnë këta akte vandale, sepse nuk duan vandalizëm njerëzit, nuk duan dhunë njerëzit, duan përparim, duan begati. Mirë, po njerëzit edhe i trembin që me një qershor të dalin në zgjedhje, dhe mos dalja në zgjedhje nuk na nderon neve. Dhe pikrisht kjo bëhet që të terrorizohen, të friksohen antarë, simpatizantë, votues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Me kësi metoda, me kësi mënyra, ne nuk e nderojmë as shqiptarët, po as vetvetën, sepse shqiptarët janë popull me dignitet dhe të papranueshme janë akte të tilla. Dhe mitingu i soqëm, të ubimi i soqëm tregoj që njerëzit solidarizohen të dënojnë dhunën, të dënojnë aktet e turshme. Dhe unë mendoj që gjërat të tilla të marrin fund, njëherë për gjithmonë, të mos jemi në nëndë se kur do të vinë zgjedhjet e ardhshme përsëri do thyhen shtabe, përsëri do ketë quajtje e kështu me radhë. Zoti Ahmeti, le të kthehemi zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që zhvillohen më një qershor në Maqedoni. Partia juaj është në opozitë me partinë tjetër shqiptare, Partinë Demokratike. Të dyja partitë tuaja përfshin në programin e tyre mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Cili është dallimi thelbësor mes dy partive tuaja? Dallimi është shumë i madh në mes të nesh. Atë që e thot Bashkimi Demokratik edhe e bën. Atë që e thot Partia Demokratike Shqiptare vetëm bën premtime dhe asgjë nuk bën. Dhe këtë ka treguar vetë koha të qenurit të tyre për 18 muaj në qeverinë e Maqedonisë. Unë nuk rënd që ne për 4 vite bëm mrekullirat, por së paku i ndryshuam fizionomin dhe i arritëm krenarinë e dignitetin shqiptarëve tu, duke filluar që nga Universiteti i Tetovës deri tek vendosja shtatore së kryekomandantit të shqiptarëve Skënderbeut në qendër të Shkupit, si dhe instalimin e gjuhës dhe përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve. Kështu që tani unë nuk dua të numëroj dallime se kush janë në mes të Bashkimit Demokratik për Integrim, po sa për djenin tuaj dhe të opinionit, mendoj që dallimi thelbësor është edhe ky. Atë që e thami edhe bën. Dhe kemi krijuar besim tek shqiptarët që vërtet ne votën nuk e trajtojmë si votë si në gjithë botën, po për ne shqiptarët është vota vez, edhe për herë i dalim zot besës së dhamë. Zoti Ahmeti, nëse do të fitonit në zgjedhje, cilat do të ishin disa nga objektivat që do të kishte partia juaj për përmirësimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni? Zyrtarizimi i menjëhershëm i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoni, i cili ka qenë objektiv kryesor i yni në vitin 2006. Zgjedhja e statusit legal të ushtarëve të ushtrisë shërbëtare kombëtare, implementim i plot i marrëveshjes së Ohrit, drejt përfaqësimit i drejt i shqiptarëve në të gjitha institucionet dhe integrimi i Maqedonisë në NATO, në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunim i hapur me vendet në rajon dhe sidomos me fqinjet, Shqipërinë, Kosovën dhe të tjerët. Zoti Ahmeti, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit për